që paka shumë ka me rujtë struktura që ka qenë deri tani, me pak ndryshime të vogla, shtrohet pyetja për VV-n për shembull, që ka me nicë, ka mundësi me humbë. Në Deçan gjithashtu për AK-n, që është pikpyetje nëse fiton apo nuk e fiton. Për ndryshe në vendet tjera, në Kaçanik është PDK goxha e fortë, nuk besoj që humb Kaçanikun. Është ndonë në dy pjesë. Megjithatë PDK është shumë e fortë atje, nuk tash me këshir ku është ndonë me LDK, ku është LVV-ja, del shumë problematike. Zakonisht ku ka qenë të ndonë ka humb. Unë mendoj që megjithatë kjo struktura që ka qenë deri tash mbetet paka shumë kështu, unë dyshoj që LVV-ja lëvizja vendosë mund me shtu numrin e komunave, edhe pse do ishte mirë s'paku t'i runte ato komuna që i ka. Pra nuk pres ne ndryshim njerëzakonisht madh, po ajo çka më pak më befason këto ngjarje që kjo është kthymje drejt normalitetit është që derisa përpara qytetarët kanë qenë shumë aktiv, ka kështu një tërheqje qytetarëve, ndërsa ka një aktivizëm shumë të madh edhe të kandidatëve për kryetar të komunave, edhe të ansamblezëve. Kam frikë që zgjedhja tashme numri i qytetarëve që marrin pjesë në zgjedhje ka me qenë më i vogël sa që ka qenë në zgjedhjet e kaluara, kjo është një. Edhe dyta, pse po them, po shkon drejt normalitetit, sepse paka shumë nëse i krahasoj me vendet perëndimore, për më kujtohet para pak ditësh në asamblesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Flamuri Strepi, tham kujtohet para disa vitesh kur më thonë që në Zvicër kur bën zgjedhjet dalin kandidat për kryetar të komune me një tendë dikun edhe i takojnë qytetarët. Kjo është krejt fushata që bujnë atje. Atje për shembull kur nuk sheti tubime me 1500 me 1000 po. Është e pamundën. Gjatë gjithë jetës temë Zvicër ka ndodhur 3-4 herë me pas salla deri në 1000 vjet që ka qenë mbushura. Përndryshe, numri i qytetarëve është shumë pak aktiv, po njerëzit njerëzit janë përcaktuar. Njerëzit janë përcaktuar. Amerikën, Zvicrën, S'ka rëndësi, po ky normalitet po kthehet, sepse qytetarët nuk është që shikoni tubimet që i kanë marrë partitë politike gjatë këtyre ditëve. Nuk ka pas ndonjë numër të madh që ka pas tubime të mëdha.